të plagosur një tjetër. Ngjarja e cila dyshohet të jetë shkaktuar nga shpejtësia dhe konsumi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ka ngritur shqetësim të madh në opinionin publik për sigurinë rrugore dhe normalisht përgjithësinë në timon. Ky rast rikthen në vëmendje pasojat fatale që mund të sjellë pakujdesia në rrugë. Por cilët janë shkaktarë dhe pse aksidentet nuk kanë të ndalur, si në vendin tonë, ashtu në Shqipëri, do të diskutojmë me një panel, ku të ftuar në studio kemi, në fakt në lidhje direkte kemi kolegun tonë gazetar Faton Mehmeti. Kënaqësi të jesh me ne, zotëri Mehmeti. Pjesë e këtij diskutimi do të jetë edhe Martin Marku, kolegu tjetër nga Shqipëria. Përshëndetje Marku, faleminderit që je me ne sot. Ju përshëndes, faleminderit juve. Si dhe zonja Aurora Marku është me ne në lidhje direkte. Zonja Marku, përshëndetje, kënaqësi t'ju kemi në Kosova Today. Përshëndetje, faleminderit. Në fakt më doja ta nisja me Martinin për këtë ngjarje të tmerrshme, natyrisht përgjatë punës tonë si gazetarë ne shohim lloj-lloj pamje, lloj-lloj incidentesh, por kjo video në fakt ka qenë nga të rrallat ato që s'kam gjetë forca shoh dhe më vjen keq shumë që është publikuar në media Shqipëri. Megjithatë, ngushëllime gjithë Shqipërisë, ngushëllime natyrisht familjarëve për të humbje kaq të madhe. 2 fëmijë kanë ndruar jetë, i treti është në gjendje të rëndë, apo jo Martin? Po, në fakt, Jona është një lajm shumë i trisht edhe për ne gazetarët, siç e thatë edhe ju, për ato pamje mjaft të trishta që janë publikuar në mediat. Në fakt kanë qenë mjaft të rënda dhe sigurisht humbja e 2 të miturve është një lajm i cili na ka shokuar të gjithëve, jo vetëm ne si gazetar, opinionin publik, gjithashtu prindrit e 2 fëmijëve të cilët tragjikisht mësuan lajmin e humbjes së të afërmëve të tyre. Sigurisht ngjarja është shumë e rëndë, teksa janë pa u bërë 24 orë nga ngjarja, është mjaft shokuese dhe ka pllakosur zia qoftë qytetin bregdetar të Durrësit, po ashtu pothuajse gjithë Shqipërinë tashmë për këtë lajm të kopshëm, për mënyrën e si ndodhi kjo ngjarje dhe aksidenti tragjik i shkaktuar nga një 57 vjeçar Nikol Radaçi, i cili ka qenë në ndritimin e automjetit tip Benz në gjendje të dehur, ku paktën sipas informacioneve më të fundit raportohet pra që të ketë konsumuar një sasi alkoolit prej 0.7%, çka edhe shpejtësia e lartë quan në humbjen tragjike të 2 të miturve dhe një tjetër i cili deri para pak minutash, Johona duhet thonë, ka qenë duke luftuar me jetën, por është lajm i mirë pas gjithë kësaj tragjedie, sepse nga informacionet më të fundit raportohet se ka kaluar rrezikun për jetën dhe pas pak orësh pritet të kalojë nga ta të shpëtoj. Po, ky është lajmi më i mirë në fakt që çfarë mund të themi pas gjithë kësaj tragjedie dhe edhe për ne gazetarët fjalët në këtë momente janë shumë të trishta për t'i nxjerrë nga goja dhe për të raportuar një nga lajmet që mund të themi nga karriera ime është lajmi më tragjik që mund të kem raportuar për humbjen e 2 të miturve, 2 luleve në moshën më të mirë, që ata ishin duke lozur me top ku aksidentuan për vdekje nga... Dhe Martin, në fakt që një të këshin raportuar të personat dhe më herët, apo jo, sepse ndjes, i njëjti disa herë kishte marrë rrugë, apo mbas edhe të tjerë si ky me shpejtësi të lartë në atë zonë që natyrisht nuk lejohet. Gjithashtu unë pash edhe deklarime të shumta dhe të fqimve dhe një prej deklarimeve që pash dhe më theu në fakt në aspektin emocional ishte se njëri prej fëmijëve që kishte humbur jetën, si kishte pasur prindrit aty në fakt në Shqipëri në ato momente, e dihet se tashmë besoj të njëjtit kanë marrë lajmin e kopshëm, kush u akuntoi lajmin, janë kthyer, pash që është bërë dhe lamëtimira fundit edhe nga shokët e klasës. Po, në fakt sa i takon autorit e kësaj ngjarje, Johana duhet thonë se është rasti i përsëritur. Fatkeqësisht është rasti i përsëritur pasi në vitin 2022 ditë të fundit nga ana policisë ishte pezulluar leja e drejtimit të paktën 2 herë dhe kishte patur edhe raste të tjera që ishte këshilluar për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe rasti më tragjik është ajo i ditës së dieshme, ku ju mori jetën dy engjëjve, duhet thonë, dhe një tjetër që ishte para pak kohësh duke luftuar me jetën, por fatmirësisht pas këtij lajmi tragjik që jemi duke raportuar, paktën kemi një lajm të mirë që njëri prej 3 personave të aksidentuar i shpëtoi këtij aksidenti. Por ajo çfarë
çfarë mund të themi për personin e fjalë, mund ta quajmë një kamikaz Johona për shkak edhe të mënyrës se si ai lëvizte me drejtimin e automjetit qoftë gjatë ditës së dieshme, por edhe në rastet apo në ditët e tjera ishte përdorues i alkoolit, pra ishte shpeshherë që ishte parë edhe nga banorët e zonës në gjendje të dehur dhe në ndërtimin e mjetit dhe ishte patur shpeshherë lëvizje dhe të pakontrolluara, çka ishte një person problematik, nëse mund ta themi kështu, dhe mund ta quajmë një pianec në zhargonin popullor, çka i mori jetën edhe dy të miturve dhe një tjetër e lat plagosur. Tragjedia mund të ishte edhe më e madhe, Johona, për shkak edhe të personave të tjerë, të fëmijëve apo bashkëmoshatarëve të tjerë, të cilët kanë qenë duke lozur, në atë zonë ku kanë qenë duke lozur me top së bashku me dy viktimat dhe një tjetër i cili mbeti i plagosur, por fatmirësisht ka arritur që të mos lëndohen këta dy personat e tjerë dhe kanë shpëtuar këtij aksidenti, duke qenë se një automjet ka qenë i parkuar në zonë dhe ka ndaluar hovin e madh që kishte makina me të cilin ishte duke lëvizur 57 vjeçar, ku sipas policisë ka qenë diku tek 90 km/h, që praktikisht nuk mund të lëvizet në një segment apo në një zonë të banuar me atë shpejtësi aq të lartë dhe sigurisht më e keqja se ka qenë edhe në efektin e alkoolit. Ndërkohë edhe në intervistën e tij dhënë për organet e rendit, zonja Marku, Aurora i dyshuari kryesor në fakt, ngasësi që shkaktoi aksidentin, ishte shprehur rrjedhimisht diçka e tillë më vresni, edhe ai në kuadër të pendesës nuk shite më as ndonjë arsye për të jetuar realisht. Por kjo nuk ishte hera e parë që i njëjti shkakton dëme në aksidente komunikacioni. Ai ishte përsëritës jo në aksidente, ishte përsëritës në përdorimin e alkoolit, ishte kalim shpejtësie, do me thënë ai kishte precedent të mëparshëm, dhe e cila mund ta kishte rregulluar situatën dhe zotëria e të mos dilte më në rrugë i pirë. Inspektori i zonës duhet kishte pas monitorim, pasi banorët e zonës, komshinët e tij kishin ngritur disa herë ankesa për këtë zotëri, i cili qarkullonte në zonë thuajse gjithmonë në gjendje të alkoolizuar. Nuk mjafton pjesa e pezullimit nga detyra e kupolës së policisë të Durrësit. Unë mendoj se ato do të mbajnë një përgjegjësi penale, pasi ai ishte rast që ishte cilësuar si pianec, ta thënë në zhargonin popullor. Dhe kjo gjëja mund ta kishte ndaluar këtë aksident të tmerrshëm, gjë e cila ka trondhitur mbar opinionin publik. Të them të drejtën, nuk i kam parë videot, pasi janë shumë të rënda, vazhdojnë të jenë akoma në rrjetet sociale, edhe pse kryeministri jon ka bërë thirrje që ato pamje të fshiheshin nga rrjetet sociale, ato akoma për disa klikime më tepër, portalet të ndryshme vazhdojnë t'i qarkullojnë. Qartë, dhe zotri Marku, një çështje tjetër të cilën do të dalim ta diskutonim së bashku, është edhe pikërisht kjo fakti i qarkullimit të videove të tilla të ndjeshme për syrin e publikut në rrjetet sociale, e normalisht edhe një dozë më të madhe të ndjeshmërisë do ta kenë familjarët dhe prindrit e fëmijëve. Fatkeqësisht, kronia është vërtet edhe parafolse që citoj për disa klikime më tepër, ato video vazhdojnë të qarkullojnë në rrjetet sociale dhe kryesisht edhe në mediat kryesore të vendit tonë, dhe është pa diskutim një vdekje e dytë për familjarët teksa shohin videot e tilla, qoftë nga kamerat e sigurisë apo dhe qoftë edhe nga banorët rastësishëm që kanë qenë aty në vendin ku ndodhi tragjedia e ditës së djeshme. Ndodh shpeshherë që të paktën qoftë në aksidente ku humbin jetën mosha të reja kryesisht, ku edhe dhimbja është më madhe, por pa diskutim vdekja nuk është e mirë për asnjë dhe nuk është e lehtë për asnjë, por sigurisht rasti i ditës së djeshme ka prekur jo vetëm banorët e zonës së Durrësit, ka prekur gjithë Shqipërinë. Kush e ka dëgjuar këtë lajm të kopshëm, duhet thënë për mënyrën se si ka
ka ndodhur tragjedia dhe për mënyrën se si ka ndodhur aksidenti i 57 vjeçarit, një rast i përsëritur, një rast ku ishte këshilluar disa herë nga ana e policisë rrugore të qytetit të Durrësit për alkoolin që ai konsumonte shpeshherë, po ashtu edhe për manovrat apo shpejtësinë që ai qarkullonte në rrugët e Durrësit, dhe sigurisht tragjedia mbyllet me fatkeq pra për rastin e 57 vjeçarit me vdekjen e dy të miturve, pikërisht 9 dhe 12 vjeç janë dy viktima që humbën jetën tragjikisht, dhe për t'ju kthyer pyetjes që më bëri Jehona pak më sipër për lajmin që ka mësuar njëri nga familjet për rastin e tragjik që kanë mësuar nëpërmjet medias, për shkak se njëra nga familjet e dy viktimave ishin jashtë, për shkak se babai i njërit prej fëmijëve pra po kuroi për një sëmundje të rëndë në Itali. Ata janë rikthyer gjatë ditës së sotme me të traumatizuar, të tronditur për lajmin me të cilin ata kanë parë në rrjetet sociale dhe në media fillimisht dhe më pas të njoftuar edhe nga ata afërmit e tyre. Sigurisht i mituri qëndronte tek gjyshrit e tij, për sa kohë ata ishin jashtë duke u kujdesur për bashortin e saj që të kuroi për një sëmundje të rëndë, por ajo çfarë për t'ju rikthyer edhe një herë videove të cilat qarkullojnë në rrjetet sociale dhe në media janë shumë të rënda. Pra nuk duhet të qarkullojnë pakten video të tilla që tregojnë edhe detajet, mënyrën se si ishte aksidenti ku fëmia ishte në rrotat e makinës dhe të pacensuruara as pak. Kjo është një tragjedi e dyfisht, pra që i krijohet familjeve, rasti konkret familjeve në fjalë, por edhe rastet e ngjarjeve dhe atentateve që ndodhin në vendin tonë ku të pa ezauruara as pak nga mediat publikohen mënyra se si kryhen atentatet, dhe kjo është një tjetër këmbën alarmit. Përveç institucioneve që kanë reaguar, ka reaguar dhe AMA, autoriteti mediave audiovizive në Shqipëri, ku i ka kërkuar mediave në Shqipëri që t'i fshin këto video, por asnjëra prej tyre në fakt nuk i ka bërë një gjë të tillë dhe vazhdojnë të qarkullojnë për një klikim më shumë, që duke përdorur fatkeqësitë që ndodhin në vendin tonë për klikime në portale dhe në media. Martin, të faleminderit shumë që ke qenë sot në program për të dhënë në fakt dinamikat e fundit në këtë ngjarje shumë jashtëzakonisht të rëndë. Urojmë të jetë e fundit e natyrës së tillë. Faleminderit dhe gjej rastin të i shpreh ngushtimin familjes Jona për këtë tragjedi, pra dy familjeve që praktikisht ndodhen shumë afër njëra tjetrës, pra janë përballë banesat e të cilave kanë humbur dy egjuj, dy fëmijë në lule të rinisë, dhe për ta dhimbja është pa rikuperueshme, pa shërueshme asnjëherë, por urojmë që Zoti të jetë i madh dhe t'i jap ngushëllim këtyre dy familjeve që gjejnë paqe, gjejnë qetësinë për këtë tragjedi që ndodhi në familjet e tyre. Faleminderit dhe juve që pasqyroni rastet e tilla. Faleminderit shumë Martin edhe një herë për bashkëpunimin. Dua të kthehem edhe një herë te zonja Aurora për të diskutuar aspektin e ligjit, natyrisht jurisdiksionit, i cili parasheh natyrisht vite të caktuara për ngjarje si këto, ndonse në fakt ky person, pra ky 57 vjeçar që ka shuar jetët e dy fëmijëve, dy të vegjëlve, sa do të qëndrojë në burg Aurora, nga sa pash, nga sa lexova Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë deri në 20 vjet, për shkon të dënimi pak a shumë, apo jo? Po, kjo është një fatkeqësi tjetër për person i tillë, margji i dënimit ka ketë 5 deri në 20 vite. Duke qenë që kemi thjesht aksident, ne klasifikojmë aksidentet rrugore si aksident dhe margji i këtyre dënimeve nuk është aq stabiluar. Dhe kjo mendoj që është një vrasje e dytë që ju bëhet këtyre familjarëve që kanë humbur dy të miturit e tyre. Kemi të bëjmë me shkelje të qarkullimit rrugor, drejtim të automjetit në mënyrë të parregull, si dhe largim nga vendi i ngjarjes. Dënimi me 5 deri 20 vjet burg për mendimin tim për të mbar opinionit publik është shumë i ulët, dhe mendoj se në këto raste, pasi ne në Shqipëri, ndryshe nga ju të Kosovës, kemi të bëjmë me shumë aksidente rrugore, po të vihet re 10 ditët e fundit ose 2 javët e fundit kemi çdo ditë aksidente rrugore me pasoja vdekjen. Kjo nuk e di nëse vjen nga një deklaratë që është bërë nga drejtori i ri i policisë në Shqipëri, që thotë nuk do ketë prezencë policie në rrugët tona. Duke mos pasur prezencë, ditët e fundit në të gjitha rrugët e Shqipërisë, edhe pse janë vendosur kamera edhe pasi monitorohen
edhe nga kamerat, por edhe nga dronët, aksidentet të them të drejtën janë shtuar shumë. Aksidente me pasojë vdekjen, me një marrëdhënie. Dhe kodin penal, Aurora, është një base një moment që do të reflektojnë edhe autoritetet këtu? Mendoj që duhet bërë sa më shpejt. Është diçka shumë urgjente që ka përshtatur çdo gjë tjetër, që të ndryshojë kodi penal në lidhje me aksidentet rrugore, sidomos këto që janë fatale dhe kanë pasoja vdekje. Urojmë që për aksidentet të tilla të mos flasim edhe në të ardhmen, dhe normalisht shkaktarët e tyre ta marrin dënimin e merituar e këto dënime të shërbejnë si një lloj mësimi për të gjithë ata që ekspozohen në komunikacion në gjendje të nderë. Zonja Marko, ishte shumë kënaqësi të bashkëbisedojmë sot dhe shpresojmë që në të ardhmen flasim për tema pozitive së bashku. Faleminderit juve. Faleminderit shumë edhe njerë avokatës Aurora Marku për këtë bashkëpunim që tregon vazhdimisht me programin tonë dhe sa herë që ja kërkojmë një bashkëpunim të tillë, jo vetëm